Për sa i përket krimeve zgjedhore, viti 2025 ishte gjithashtu vit zgjedhor parlamentar. Për veprat penale që lidhen me zgjedhjet janë hetuar disa 70 procedime penale me 27 persona në hetim, nga këto 46 procedime lidhen me zgjedhjet e vitit 2025. Deri në qershor 2026 për këto procedime 5 çështje janë dërguar në gjykat me kërkesë për gjykim, 9 persona të pandehur, ndërsa 22 prej tyre vijojnë të jenë në hetim. Këto dhëna tregojnë se trajtimi i krimeve zgjedhore nuk është kufizuar në administrimin formal të kallëzimeve, por është shoqëruar me verifikim filtrim të rasteve sipas kompetencës dhe ndjekjes së atyre çështjeve ku janë krijuar kushtet procedurale për vijimin e hetimeve. Në këtë proces për herë të parë u zbatua strategjia për hetimin dhe parandalimin e krimeve zgjedhore, e cila synon një qasje më të hershme, më të strukturuar dhe më të koordinuar institucionale. Bashkëpunimi i SPAK-ut me punën e përgjithshme dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është vlerësuar se ka patur efekt pozitiv, jo vetëm trajtimin e rasteve konkrete, por në forcimin e efektit parandalues ndaj veprave penale që forcojnë integritetin e procesit zgjedhor. Në vlerësimin tonë, kjo qasje duhet konsolidohet në tej. Task Forca për krimet zgjedhore nuk duhet funksionojë vetëm gjatë muajit zgjedhor, por duhet të ketë një shtrirje më të gjatë kohore, duke nisur së paku 4 muaj përpara ditës së zgjedhjeve, duke vijuar deri në përfundimin e procesit të numërimit. Një mekanizëm i tillë do të mundsonte monitorim më të hershëm dhe më të qëndrueshëm të territorit, shkëmbim më të shpejtë të informacionit, identifikim më të mirë të riskut dhe reagim më të koordinuar ndaj njoftimeve për krime zgjedhore. Mësimet e nxjerra nga viti 2025 duhet të përbëjnë dhe përmirësimin e protokollit ndërinstitucional, forcimin e analizës së bashkët dhe rritjen e aftësive parandaluese dhe reaguese të institucioneve përgjithëse. Sa i përket problematikave dhe sfidave, SPAK ka identifikuar disa sfida kryesore në funksionin e strukturës, disa për të cilëve janë evidentuar edhe në vitet e mëparshme, të cilët kërkojnë dyshime ligjore të mundshme në kushtetut, në ligjin organik apo në ligje të tjera për të garantuar cilësinë dhe marrëvajtjen e veprimtarisë së institucionit. Ndër sfidat, së pari përmendim sfidën me hetimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit në rezultateve të lartë. Hetimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivele të larta vijojnë të mbeten sfida dhe do të jenë të tilla edhe për vitin 2026 apo në vazhdim. SPAK do të vijojë hetimet e mëtejshme ndaj këtyre fenomeneve, ndaj korrupsionit në rezultate të lartë, kur krimi organizuar, pastrimin e parave do të vijojë goditjen e pasurive që kanë origjinë kriminale, duke u përshtatur dhe duke u përgjigjur sfidave të vazhdueshme që këto fenomene kanë vijojnë të paraqesin.